Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme në këtë pjesë të parë tek zhvillimet e fundit në Kosovë, ku kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se takimi me kreun e LDK-s Lumir Abdixhiku përfundoi pa një marrëveshje lidhur me kandidaturën për presidentin e Kosovës. Ndërkaq Kurti tha se kishte ofruar disa opsione në bashkëpunim, përfshirë këtu bashkëqeverisjen, postin e zëvendës kryeministrit dhe disa ministri për LDK-n si dhe drejtimin e kuvendit, por asnjëra prej këtyre mundësive nuk është pranuar. Pikërisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime kam të ftuar zotin Jeton Alimi. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Alimi, për ta nisur me të gjithë krizën politike tashmë në Kosovë, e cila ashtu si dihet po thellohet dhe dështimi i takimit midis Albin Kurtit dhe Lumir Abdixhikut duket si një sinjal i qartë për një përplasje të re politike ndoshta në Kosovë. Fillimisht si e keni parë këtë takim dhe refuzimin e të gjitha ofertave të ardhur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, dhe a jemi përballë tashmë një strategji të qëllimshme për të çuar vendin në zgjedhjet e reja? Ishte një takim i fryrshëm dhe kem shpresuar, sidomos në analizë, se mund të vi ndonjë marrëveshje politike mes LDK-s dhe lëvizjeve vendosje nga Albin Kurti dhe nga profesor Abdixhiku. Unë mendoj që Albin Kurti ka luajt lojë dhe është mbajtur shumë mirë, dhe se ka ditur që posti i presidentit si takon atina dhe nuk mundet pavarësisht të gjitha ofertën që ja ka bo, Albin Kurti e ka hallën kapjen edhe prokurorisë, se tash veçgjykatën thuje ka kap, tash mundohet ta kap edhe prokurorisë, e di shumë mirë me ligjin Kosovë se kush e bën këtë farë këto dekretimin e ish krye prokurorëve të gjithë dhe gjyqtarëve sende, dhe Albin Kurti dën ta kap edhe atë pozitë që të qes njerinë e vet atje dhe mos i arrestoj njerëzit të implikuar në vepra penale sipas organeve të aktakuzës dhe gjitha veprime policore. Sidoqë unë mendoj, duhet të vijë oferta tjetër, më serioze dhe më e mirë nga Albin Kurti për opozitën, sidomos nga LDK, se edhe vete ka përzgjedhur si të ndejt dhe me PDK-n i ka ndarë rrugën dhe e din çfarë kërkesa ka pas zoti Hamza, dhe unë mendoj që një kërkesë e tillë e zotit Kurti me çdo çmim ta marr edhe postën e presidentit, kjo besoj që nuk ka qenë serioze dhe nuk është e mirë edhe vetë për lëvizjen vendosje edhe vetë për leadershipin e saj. Po ja, pra etja për pushtet dhe kapja e sistemit prokurorial, besoj kjo është më kruciale mbi gjitha as sovranët këtë gjë, po ja, pra pushteti, dhe mendoj që është e mënyrë e gabuar dhe jo profesionale, dhe shpresoj që zoti Kurti të thirrë mendjes të takon prap me Abdixhikun dhe t'ja ja postin e parë shtetit dhe bojnë marrëveshje qeveritare prej një afat 4 vjeçor siç e don ligji dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Qartë, do të themi nga ana tjetër, Kurti ka deklaruar se ka ofruar gjithçka, pra ashtu si thash, nga bashkëqeverisja e drejtimi i kuvendit, por nga ana tjetër refuzimi i LDK-s ngre këtu edhe pikpyetje serioze mbi përbaskenat politike. Çfarë kërkon zoti Alimi realisht LDK-ja që nuk po e thot tashmë publikisht, dhe mendon se kemi ndoshta një lojë të fshehtë për pushtet, dhe nga ana tjetër e gjithë kjo ofertë e ardhur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, a ishte një ofertë reale për bashkëpunim apo është një manovër ndoshta për të ekspozuar edhe refuzimin e LDK-s para publikut? E nderuar me zonës ndelone, thash, oferta e zotit Kurtit nuk ishte as pak serioze dhe as pak e mirë. Pikërisht për këtë po ju pyes edhe unë, pra çfarë kërkon LDK-ja që nuk e thot në sytë e publikut? Po LDK-ja kërkon postën e presidentit që i takon, dhe nuk i takon zotit Kurtit të mbaj pozicionet kryeministrit presidentit. Sidoqoftë, e dim edhe pozicioni krye parlamentare çfarë është, apo nënkryetare, sidoqoftë zanë kryeministrit ato 4 ministri, se dim shumë mirë, e thashë ndërrum shumë mirë. Zoti Kurti, por pas që ka kap sistemin gjyqësor, don ta kap sistemin prokurorial. Dhe mos ja luftoj njerëzit e tij që po vjedhin anë mbaj sipas anës së aktakuzës dhe hetime që po bën nga policia e Kosovës. Dhe kjo është gjithçka kruciale, dhe këtë zoti Kurti e ka thonë sa për sy e faqe, dhe edhe kolegët tanë çdo sy të tjera anë më Kosovës, po besoj edhe në Shqipëri, në Maqedoni, gjithandaj e dim shumë mirë që zoti Kurti bën kalkulime politike, don pushtetin më shumë se vetveten, që është një parim i shëndosh, po është e dëmshme për sovranën dhe për popullatën, dhe unë mendoj që një politikë e tillë si bën as dëm. LDK-ja nuk don as më shumë, LDK-ja don
nëse dën një koalicion me Lëvizje Vendosje, duhet të jetë oferta serioze, se dim që të është parti me vjetër shtetë ndërtuese dhe dim shumë mirë që e preferuara LDK e Zotit Kurti dhe vjen me një ofertë gjysmake dhe jo profesionale, kjo është shumë e qartë. Dhe shumë mirë ka bo profesor Abdigjiku që nuk e ka pranuar atë ofertë. Dhe unë mendoj edhe çdo kandidat tjetër apo çdo kryetar i partisë tjetër apo qoftë dikush tjetër me Abdigjiku nuk do ta pranonte një ofertë të tillë, vetëm e vetëm për sa përsye faqe, dhe kjo është e pa shumë e qartë. Nuk shefë këtu sende, nuk do LDK asgjë më pak, asgjë më shumë. Veç mbas parime shnosha që i takon një koalicion mes dy partive. Dhe Albin Kurti dhe të mban postin e krye parlamentarit, siç i takon me ligjë dhe me kushtetut, dhe siç ka fituar zgjedhjet si kryeministër dhe presidentin jam LDK-s dhe ministrit ato ti kombinojnë ato pozitat kyçe vetëm e vetëm për kapjen e sistemit prokurorial e përsëris sa herë, e vetëm për interesat e tij partijake dhe personale. Kaq kjo s'don komente, është pa një sen që shihet në jargon popullor, nuk don sen tjetër veç etjen për pushtet ka dhe kapjen e institucioneve. E qartë, përzojrimi në një kohë dhe një moment kur Kosova tashmë ka nevojë për stabilitetin institucional, kush do të mbajë përgjegjësi nëse vendi do të futet sërish në një krizë kushtetuese? Pra, është kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili nuk lëshon pe nga njëra ana, po nga ana tjetër kemi opozitën e cila refuzon çdo kompromis me Kurtin. Jo, kjo është e qartë zona Zedeli, përgjithësia në shkumin në zgjedhje i bjen Zotit Kurti, kryeministri, se Albin Kurti e ka në tavolinë. E tham edhe në intervistën e kaluar. Është në dorën e Zotit Kurti dhe ai don të përdorë çdo mjet dhe çdo hapësirë për të marrë edhe atë pozicion që si takon. Dhe sidoqoftë për te atyneve epsheve, për pushtet, për interesat prap partijake, politike, personale, bitë të gjitha është Sovrani që ka votuar ja ka dhënë 51%. Dhe tash ky, nëse mundohet të fajsoj opozitën, e ka të gabuar dhe kjo nuk do të pije ujë në jargonin popullor e nderuar, se gjithçka dihet në Zotin Kurti. Se opozita si ka as votat për të kandiduar pa votat e opozitës dhe pa një marrëveshje politike, besoj as LDK as PDK nuk mund ti propozoj kandidatët për president. Dhe vetëm marrëveshjet politike mund të arrijnë në një qëllim i përbashkët ti minanon zgjedhjet. Çdo opsion tjetër, buxhetet ja hekin 9 milion nga buxheti dhe ato mjete duhet përdoren për politika sociale, për popullatën, se dim lufta mes Iranit, Shëbaz dhe lufta në Ukrainë e ka zvogluar shportën e qytetarit. Shtretime gjitha ndena, papunësia, ekonomia dobët, sistemi juridik i dobët, dhe ky bën kalkulime vetëm për interesa ku me Sovrani që ja ka dhënë mbi 51%, dhe as i politikë sociale, as i ndihmë, as kurrë, rryma shtrejtu, ende vin faturat me shtrejt, shto këto fakte njësorët elektrik kanë dalë jo profesional dhe matjen gjeni jo të gabuar, dhe është gjëbitur Kedzin nga Keku, dhe këto janë duke zhvilluar hetimin në këtë aspekt. Dhe çdo sen qënë në humnje shtetin e Republikës Kosovës, dhe politikanët si Albin Kurti besoj nuk duhet bëjnë kalkulime politika për veti dhe për partinë, po duhet për Sovranin dhe për popullin, se ai po del çdo 4 orë pe kërkon votën dhe ja kanë jap. Dhe tash ky nuk don me lëshu posen e pozicionit, unë nuk di pse të fajsot të opozita, qoftë LDK, po do ku s'ka sen në dorë. Ka Albin Kurti gjithçka. Nëse Albin Kurti s'do me qeverisë në rregull, okay, që shtetin zgjedhë dhe fatura i bot Albin Kurti dhe Lëvizje Vendosje. Dhe gjithçka është e qartë si bardhë nxehtë, dhe nuk shoh këto fajtor tjetër për post Albin Kurti dhe Lëvizje Vendosje dhe oponentët e saj politik. E qartë, por zotërimi nga ana tjetër, sa i përgatitur është vendi për një tjetër proces zgjedhor? Po vendi ndërruar nuk është as pak i përgatitur, se e dim shumë mirë, e keni përcjell edhe televizioni ju, se janë ngopë me zgjedhjen e vitin e kaluar, sa pa zgjedhje dhe edhe këto fundit, besoj që popullata nuk do delin atë masë çfarë kërkojnë partitë politike, si janë ngopur me fjalët e njëjta, dhe kur po vjen fundi
për interesat e tyre, si që e përmenda pak më herët, nuk po japin ata që farë e kërkon për sovrani, po për interesat e tyre. Dhe nëse shkohet zgjedhje shteti mirë hipotetik, besoj që do të bie edhe numri votuesve, po edhe Albin Kurti do të huk minimum 10%, se tashmë gjithçka dihet se faturat do t'i bëhet Albin Kurti dhe oponentët e saj politik, dhe se di që kanë ftyrë të kërkojnë votën vetëm për interesat e tyre, po në shpresoj që ka ende ka hapësirë dhe duhet t'i thirr mendjen zoti Kurti që mos të shërë shtetin në zgjedhje, t'ja boj LDK-s ofertën serioze, tullin bisedojmë prap me sane konkrete dhe mbas takimit të dalin me marrëveshje politike, para gazetare, para opinioni, para shoqërisë civile, para sovranit, dhe të kalot këngërsh dhe të lojnë inatit politike, të lojnë pushtetin anës, se ashtu kështu me kushtetut, pushtetin jetë të ndarë legislativ, ekzekutiv, gjyqësor, e dim shumë mirë, po ja pra gjitha ndena i ka sytë dhe vetëm kapin e tyre, dhe t'ja leçojnë argatët e tyre të kalojnë sa ma letë në bërë ato sfida që mundojnë të zhvillojnë ato politikat në të ardhmen. Qartë, zërimi nga ana tjetër, në gjithë këtë përplasje të fortë politike janë qytetarët ata të cilët mbeten pranë në pritje të një zgjedhjeje e cila tashmë nuk po vjen në Kosovë mbas të gjitha atyre krizave që janë shfaqur. Mendoni se kjo krizë është një dështim i klasës politike tashmë në tërësi në Kosovë, apo nga ana tjetër po humbet dhe besimi i të gjithë qytetarëve të Kosovës tek institucionet? Jo, në përformë thuja që është një farë mikse, besoj që edhe një formë e një politikanëve të kasës së vjetër të opozitës, besoj që kanë fajin, po faj kryesor dhe krucial mbetet te Albin Kurti dhe lëvizja vendosur, se aja ka në tavolinë, a don që ajo pozicionin normal me bashkëqeverisje, me marrëveshje politike, me një koalicion, edhe të simatutje. Dhe unë mendoj se shoqëria kosovare din të votoj dhe din të zgjedh votuese, siç i ka qitër për pushtetër ish në opozitëm. Besoj që edhe Albin Kurti do të vijë fundi nëse vazhdon me këto politika, me këto sjellje ndaj votuesve, ndaj qytetarit, dhe unë mendoj që çdo sen është ka shihet shumë e qartë, dhe këtu dihet sa shumë e don Albin Kurti sovranët dhe popullatën dhe sa që bën për ta, kjo po dihet si të barë në zizë, dhe nuk do në koment, dhe unë shpresoje që të gjendet një formë e mirë dhe pozicioni zoti Kurti për presidentin të heqë dorë dhe t'ja japë LDK-s vetëm mos shkështetën zgjedhje dhe mos vinë ato sfida dhe ato ngërqa që mund vinë dhe ato pengesa. E dim shumë mirë sfida që në arenën e jashtme dhe të mbrëmshme dhe bisedimet në Serbinë dhe ato marrëveshjet që janë të nënshkruara duhet të zbaton sa më shpejt dhe vetëm për karrige dhe për interesat e tyre partijake personale në dëm të shtetit dhe në dëm popullatës. E qartë, mirë, zërimi nga ana tjetër për të kaluar tek një tjetër çështje për sa i përket marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar ndaj deklaratës së ish-ministrit kroat të mbrojtjes lidhur me Kosovën, duke thënë se Serbia nuk ka shfaqur synim që me armë të kthejë atë që i përket Serbisë, pra dhe se një gjë e tillë sipas tij nuk do të ndodhë. Dhe sigurisht që këto deklarata të presidentit serb Aleksandar Vučić për Kosovën rikthejnë këtu dhe retorikën e vjetër nacionaliste, por këtë herë të maskuar ndoshta edhe si një qetësi diplomatike. Ju vetë si e shihni, pra kemi të bëjmë vërtet me një ndryshim real të qëndrimit të Serbisë, apo vetëm një strategji ndoshta për konsum të brendshëm ndërkombëtar? Jo, përderisa politika e Vučićit. Kjo është strategji, siç e thash shumë mirë, jo për arenën e jashtme dhe për opinionin dhe edhe për konsum të brendshëm e përdor ajo. Unë nuk mendoj që Vučići nuk e ka ndërmend nëse nuk po e din nga NATO dhe nga Aliata. Dhe nëse mendon ta bëjë gabimin e njëjtë e çfarë pret, dhe kjo politike e Vučićit është më shumë për konsum të jashtëm dhe nuk don koment. Dhe ajo intervista apo kjo deklarata e Kroacisë ishte shumë e qartë dhe konkrete. Dhe Vučić din të manovroj me ato për interesat e tjera dhe mund t'i shërbej vetëm atij dhe jo dikujt tjetër, se e kanë pa edhe evropianët edhe amerikanët falëtarë Vučićin, dhe
Këtë e din shumë mirë dhe nuk i kanë lënë hapësirë dhe nuk do t'i lënë hapësirë fuqishit ma tutje të bëj dëm në Ballkane, sidomos në Kosovë, se besoj ta Serbia veç është dozhdu edhe me struktura paralele atje, në veri si që ka qenë gjithë vatër kriza dhe kanë shfrytzuar politikanët edhe në Kosovë, po edhe vetë fuqishja atje, por kërse të mbreshëm dhe besoj që çdo sen i ka orë fundi dhe një qetësi dhe një pranim ishte të Kosovë një realitet e rinë Serbi, edhe nga vetë fuqishi i bën mirë edhe vetë politikët fuqishit dhe njerëzit të ti dhe nuk do t'i mbanë të ngopër dhe të etur për kthehimin e Kosovës që një herë e përgjithmonë ka përfunduar me futjen e NATO-s në Kosovë me shirimin e UÇK-s dhe unë mendoj që kjo është shumë e qartë dhe nuk do në koment dhe çdo opsion tjetër mendoj që është e dëmshme dhe është e keqe dhe nuk do të lënë hapësirë. Qartë, mirë, zotëri, për të mbyllur nga ana tjetër, si mund të flitet për paqe kur në të njëjtën kohë mohohet dhe realiteti i pavarësisë së Kosovës dhe nga ana tjetër është duke përdorur Vučić të gjithë këtë debat për të rritur të gjitha tensionet rajonale dhe për të forcuar ndoshta edhe pozitat e tij në politikën e brendshme? Unë mendoj që politikat e Vučićit dhe këto kamuflime kundër Kosovës nuk do në koment dhe shpresoj të vi fundi një herë për gjithmonë dhe çdo realitet i ri me njohjen shtet pavarë sovran nga Serbia e përsëris prap do t'i bënte mirë edhe vetë politikët Vučićit dhe mund të mbante ende në pushtet ato, por me një politik drejt Bashkimit Evropian në NATO si 6 vende e Ballkanit perëndimor shtet pavarë sovran dhe mos bojnë dëm dhe kalkulime politike në dëm të atyre dhe vetë popullatës atje ku jeton sidomos në veri dhe kjo shumë është e qartë dhe s'don koment. Qartë. Mirë, zotëri, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi në këtë pjesë të parë. Shihemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur tek linja e mesme.